keq dhe binin zogj të ngordhur nga qielli, të ngordhur nga të ftohtit. Wow. Edhe në këtë binte dhe borë dhe në këtë situatë, domethënë, filloi përleshja kryesisht trup me trup, sepse pushkët ishin të vjetra, pushkët me fishek ishin, ose musheshin nga tërë, ngrimin, bënin. Bllokoheshin në ftohtit, edhe kryesisht përdorin jataganat, luftime trup me trup, luftime shumë të egra, dhe dëshmitarët okularë tregojnë që në një moment, për shembull, të shqiptari kate nga flokët atë marrazet dhe binte me jatagan, e bëjnë gjithë të gjë dhe ai vriste i kokën atij. Ka luftime të ashpra ishin, domethënë. Atëre Božo Petrović dhe Macmillan dhe Anullati të futen në luftim garda e Princit, që ishte më zgjedhura, dhe fut pikërisht në Nokshik, aty ku përballë forcave të Jakub Ferit, që kishin futur në transhe, dhe aty për luftime shumë të egra, të jashtëzakonshme. Madje kur mbaroi lufta, dhe autorët që ushtrisë malazeze, Ali Pashgucia dha urdhër që të pastroheshin bora edhe të gjeteshin të vrarë dhe plagosur shqiptar. Të kur veten aty të transheja, ai ishte me borë, ai ishte skuqur komplet nga gjaku